Partia Demokratike beson se Shqipëria ka nevojë për një numër më të madh bashkësh, si dhe ka nevojë të rikthejë komunat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë mbledhjes së deputetëve deklaroi se dëgjesat në të gjithë vendin kanë treguar probleme të reale të ndarjes territoriale të vitit 2014, duke sqaruar se PD do të paraqesë hartën e saj duke u bazuar mbi modelet evropiane. Praktika shumë e pasur e vendeve evropiane të cilat kanë komuna nga 80 banor në 1 milion banor. Dhe ky mund të jap çdo epitet, çdo sharje meritor. Në vendin më malor të Europës, shuajti çdo komunë malore. Në vendin me infrastrukturën më të prapambetur në Europë, shuajti të gjitha komunat malore. I raviz 80% territorit të Shqipërisë. Berisha theksoi se reforma territoriale dhe ajo zgjedhore janë prioritet për Partinë Demokratike dhe opozita do të zbatojë çdo rekomandim që vjen nga partnerët ndërkombëtar. Nga ana tjetër, Berisha foli për seancat plenare të parlamentit duke sqaruar se opozita nuk do të pranojë delegimin e interpelancave nga kryeministri Edi Rama tek ministrat. Nuk do të pranojë delegimin e interpelancës nga kryeministri. Kushtetuta nuk e njeh një gjë të tillë. Duhet të qëndrojmë 100% në netin 80 të kushtetutës. Nuk vjen mirë, nuk vjen përsëri. Pastaj marrim vendimet tona. Të njëjtën janë parashikuar 2 interpelanca me kryeministrin, por Edi Rama ndodhet në Korenë e Jugut e do të shkojë në Japoni e nuk pritet të jetë në parlament. Mbetet për tu parë se si do të reagojë opozita nesër pas paralajmërimit të Sali Berishës.